Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët, takohemi me të pashoshe dhe për këtë të mërkur do të jemi së bashku me fokus, meqense kjo është java e fundit e fushatës elektorale, do të jemi të përqendruar vetëm me kandidatët, vetëm me fushatën zgjedhore dhe me zgjedhjet e 11 majit. Këtë javë sigurisht do të jemi edhe me hapësira ekstra me të pashoq për shkak se është java decizive e fundit që i paraprin procesit zgjedhor. Sonte kam kënaqësinë të kem të parën të ftuar për sonte Adriana Kalaja, kandidate e Partisë Demokratike për Tiranën. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit shumë për ftesën. Tani nga ekrani duke shumë aktive, shumë energjike, madje nëse do bënim një rankim kush është më energjik që habit ndoshta edhe me moshën pas kryetarit Berisha, me siguri vini ju. Po, ma kanë thënë shumë. Tani kaq aktive e ke sepse vepron gjithmonë dhe punon me pasion. Ku qëndron ky? Realisht se unë e marr punën me shumë seriozitet, madje e nderuar disa njerëz që nuk më njohin, nëse bien në kontaktin e parë me mua, këtë kisha problem për shembull dhe kur u futa në Partinë Demokratike, se duke sikur unë e bëja për protagonizëm, për të rënë në sy. Jo, po se pasionin me çmendurin ndoshta i ndan një kufi fare i hollë dhe një vi shumë e holl. Pikrisht. Drejt diku edhe të çmendur më shikojnë, sepse të kesh një biznes të ngritur si puna ime në fushën e auditimit edhe të jurisprudencës dhe të rrezikosh shumë gjëra për hir të vërtetës, se të dalësh kundra pushtetit do t'i mendosh edhe rreziqet që ke. Po. Vetëm një idealist në kufit e çmendurisë mund ta bëj. Kështu që unë kam vetëm një gjë edhe mbase kjo më ndihmon edhe në arritjen e rezultatit, pra në produktin final, sepse realisht i bëj gjërat me shumë pasion, me shumë përkushtim, ja vetëm sot, kjo është ora jeni gjatë gjithë kohës në fushat, kështu që nuk është se keni orju nga fillimi, sidomos java e fundit tani. Unë vazhdoj dhe aktivitetin e denoncimeve isha në SPAK, pas SPAK-ut isha ke inspektori i lartë i drejtësisë. Çfarë kallëzuat në SPAK? Jo, nuk kallëzuam sot unë bëra një kërkesë ndaj Dumanit, jo me cilësinë e kryetarit të SPAK-ut, po me ndryshimet kushtetuese, Dumani ka marrë dhe rolin e komisionerit publik. Po, vërtet. Dhe duke qenë se ne kemi rënë në dieni të një vendimi penal të pa deklaruar nga gjyqtarja Irena me 3 mbiemra, ne përveç se i vum në dispozicion një vendim penal të shtetit grek. Për Irena Gjokun. Po, për Irena Gjokun, jo me 3 mbiemra, është sepse kështu janë dokumentat. Dhe nuk e them në kuptimin pejorativ, edhe sikur e meriton kjo gjyqtare. Nuk e kam për të gjithë gjyqtarët, se ka brenda kësaj strukture gjyqtar dhe prokuror me shumë integritet. Dhe nisur nga kjo provë që unë depozitova sot, kam kërkuar nga zoti Dumani që të rishikohet vendimi i Komisionit Pavarur të apelimit, pra KPA-s, për kalimin e procesit vetingut e keni fjalën? Sepse e nderuar kushtetuta parashikon 3 shtylla kryesore në procesin e vetingut. Është shtylla e pasurisë, është pasërtia e figurës, është dhe profesionalizmi. Ne kemi evidentuar që përveç se pjesën e pasurisë ka probleme shumë të rënda dhe shumë shpejt, ne do ta bëjmë dije, po i bëjmë një auditim ne si Partia Demokratike, nga ana tjetër ne konstatojmë që këto 2 vendime të marra në shtetin grek, qoftë vendimi i dobimit, qoftë dhe vendimi i dënimit penal, janë fshehur qëllimisht nga Irena Gjoka, Maneku Spata, për ne përbëjnë jo vetëm vepër penale dhe për cilën po përgatisim dhe një kallëzim penal, por ka kushte të papajtueshmërisë në momentin e nisjes së vetingut, pra në 2016, duke qenë se kjo gjyqtare me këto të dhëna që ne depozituam sot, nuk përmbush kushtet për të qenë pjesë e sistemit gjyqësor. Dhe në këtë kuadër, mendonin se do ju merret në konsiderat kjo? Ne respektojmë institucionin e SPAK-ut. Jo, sepse po
si respektoni institucionin e Spakut, se ju sulmoni çdo Jo, ditë. unë e sulmoj prapë, do ta sulmoj, të kapur nga Edi Rama. Tani, po nëse është kështu atë. Ja e ka në dorë. E ka në dorë provën dhe të marrë hapat dhe si me jo, kundër. Po si mund të keni pritshmëri dhe si mund të depozitoni një kallëzim sepse sa kohë nuk e vlerësoni e kam fjalën. Jo, jam dakord unë, sepse ky është dhe perceptimi i publikut. Është pak paradoksale. Unë nuk kam institucion tjetër që të kem alternativë zgjedhje. Unë respektoj një institucion pavarësisht se jam apo s'jam dakord unë, po që është zgjedhur sipas kushtetutës. Ndërkohë, ne i kemi dhënë shumë besim Spakut. Personalisht unë kam firmosur me dorën time mbi 80 kallëzime penale. Nga ana tjetër, unë nuk e kam parë këtë punë nga ana Spakut. Dosje pafund që nuk preken fare, sepse me njërën apo më tjetrën goditet ky e goditet ai, ndërkohë që jo më vonë se para 30 ditëve, unë kam çuar prova të reja, për shembull për dosje 184. Dosje e cila për mua është dosja më e rëndë që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri, sepse nuk ka lidhje vetëm me procesin 184 ula, ka ngaluar vite. Jo, është në apel, por ne çmojmë se këtë e parashikon dhe ligji, se përpos faktit që nuk janë hetuar personat përgjegjës, pra janë gjithë 4 njerëz të rangut fundit, edhe gjoja se po i dënojmë këto për shpërdorim detyre, ndërkohë që provat e reja që unë kam depozituar në Spak, duhet të detyronin Spakun rishikimin e kësaj çështje dhe në këtë kuadër unë edhe sot këtë i them Dumanit, i jap një rast tjetër që të tregoj Dumani që është aty për zbatuar ligjin dhe urdhat politikë. Po ky nuk është rasti i parë që ju e vini në provë Dumanin dhe Spakun. Ju keni bërë shumë kallëzime. Po le të bëj çfarë doj Dumani, unë do të vazhdoj ta bëj. Jo, e kam fjalën e keni testuar mjaftueshëm. Unë do të vazhdoj ta bëj sepse mbas Dumani. Ju ka surprizuar ndonjëherë për mirë? I vlerësoni ndonjë lëvizje? Po. Nga hetimin tërësia e kallëzimeve që keni bërë ju. Jo hetimi pse lidhej Merion Veliajn, po me thënë të drejtën, unë e kam analizuar totalisht dosjen e hetimit të prokurorit Dado edhe të zotit Dumani, që lidhet Merion Veliajn, pavarësisht se unë jam e pakënaqur që pse hetohet vetëm për këtë dosje dhe nuk hetohet dhe për dosjet e tjera, por mënyra e hetimit që lidhet me këtë dosje, realisht mua më ka surprizuar për mirë. Pra, e kishin nisur nga poshtë lart. Po atëherë si e shpjegon tani këtë pra? Faktin që Sulmoni është i kapur nga qeveria, ndërkohë ka shkëlqyer me këtë performancë sipas vlerësimit tuaj. Pra i kanë aftësitë. Pra nuk ka krim intelektual që nuk e heton dot Dumani. Kjo tregon që Dumani ka aftësitë, edhe Olsi Dado, edhe prokurorë të tjerë. Sepse nuk mbajti këtë qëndrim Olsi Dado për Olta Gjaçkën? Po bëj një pyetje unë. Po sepse ato dosje penale që na çojnë ne drejt Edi Ramës e stopojnë Dumanin. Dhe unë e ftoj Dumanin që sot pra vendos Rama për të gjitha thoni. Patjetër, që të na tregoj, na vërtetoj të kundërtën dhe unë do dal publikisht që t'i kërkoj ndjes. Okay. Kjo provë sot e di që ka vijuar mashtrimin Irena Gjoka, që nuk ekziston vendimi, dhe unë e kam sfiduar, le të më kallëzoj penalisht. Dhe tani ka mundësin Altin Dumani që kjo prova ekziston dhe Irena Gjoka duhet të shkoj para ligjit sepse ka mashtruar gjithë sistemin që nga 2016 dhe sot, apo e kam falsifikuar unë apo ne të PD-s dhe le të na çoj para ligjit. Kjo është sfida që unë i bëj Dumanit. Duhet të zgjedhë. Tani, hym pak tek fushata elektorale. Para se të nisnim intervistën, më thatë që sot, këtë herë më saktë, në këto zgjedhje, në terren situata e Partisë Demokratike elektoralisht është më e mirë se nga 2013, më thatë apo jo? Po. Në këndvështrimin tim, më e mirë që nga 2013. Atëherë po e nis nga ky lloj konkluzion i juaj. Pse e mendoni kështu? Po, sepse unë të paktën aktivisht kam marrë pjesë në 2 fushatat e fundit. Po. Qoftë në të 2021-shin,
qoftë në të 2023-shin. Po. Për të mos analizuar situatën e 2023-shit, sepse ne në fakt edhe politikisht ishim shumë keq. Partia Demokratike ishte e përqartë. 2023 ishte zgjedhje vendore, kështu Po që prap, ne ishim edhe më keq. mirë, po është tjetër gjë. Dakord, po e marr në aspektin politik gjithmonë. Krahasojmë me 2021-shin, sepse ajo ka qenë periudha zgjedhjet më të mira, ka pasur një rezultat optimal opozita në drejtimin e Lulzim Bashës, duhet thënë kjo. S'ka qenë rezultat optimal. Po si nga 2013 e këtej ajo ka qenë 2021-shi, sepse ishte e bashkuar opozita, ishte në ditët më të mira të saj. Po, unë mendoj që nëse do ishin brenda një koalicioni, unë mendoj se rezultati do ishte shumë më i lartë, por të mos i hym këtyre pazareve në këndvështrimin tim. Po pse është më mirë sot sipas jush, sepse është e copëzuar opozita realisht. Sa Nuk ka shumë parti të reja që janë. Let jenë, nuk e konkurrojnë dot. Nuk e konkurrojnë dot një koalicion që ka 25 parti. Sondazhet janë fake, sondazhet paguhen nga mediat e inceratorëve, sondazhet paguhen nga krimi, sepse duan të krijojnë në publik perceptimin që Rama do t'i fitojë zgjedhjet. Nuk ka asnjë shans që Rama do t'i fitojë zgjedhjet, mund të ketë ndonjë mandat që mund ta marrë ndonjë parti e vogël, unë ndërto mund të shikoj Agron Shehajn, që mund të marrin ndonjë mandat, të tjerët thjesht do marrin disa vota të cilët ata shpresojnë se mund t'i shërbejnë Edi Ramës, po në rastin konkret nuk do t'i shërbejnë Edi Ramës, sepse Edi Rama nuk do të marrë më dot 71 mandate. Edi Rama të paktën edhe sipas sondazheve të brendme është 968 mandate dhe këtë e ka deklaruar vetë dhe unë të jap garanci maksimale që Partia Demokratike në aleancë me të gjithë partitë brenda këtij koalicioni do të jenë fituese mbi 74 mandate. Kjo është deklarata e fortë. Është bast publik i fortë. Jam e gatshme të vi këtu pas zgjedhjeve. Kështu deklaroni dhe pas zgjedhjeve gjeni të njëjtën alibi pastaj që i vodhi, i deformoi. Jo, ka ndryshuar shumë gjëra. Ja, pse të them, ka ndryshuar në ndryshe nga 2021, ju mund të thoni që partia ishte e bashkuar, po mos harroni që kishim një ambasadë amerikane në urdhrat politik të George Sorosit, të cilët në çdo moment reagonin vetëm ndaj opozitës dhe jo ndaj pozitës. Pra, ju e mbani mend shumë mirë çfarë ndodhi me marrëveshjen e 5 qershorit, që u miratua dhe u firmos brenda ambasadës. Është e vërtetë, ajo e ndryshoi komplet. Gris, jo vetëm ka, jo të lutem se duhet t'ja kujtojmë publikut. Çfarë ndodhi? Ndërkohë që komisionerët vazhdonin numërimin, një mafioze me emrin Yuri Kim del dhe thot urime për fitoren Edi Ramës, zgjedhjet ishin shumë të mira, të lira, demokratike, ndërkohë që komisionerët vazhdonin numërimin dhe ndërkohë që rezultati nuk kishte dalë as i përkohshmi nga KQZ-ja, jo më një rezultat i mandatuar. Pse deklarata e saj ndryshoi votat? Patjetër, sepse ikën komisionerët. U shpall rezultati i dashur. Tash ne në Shqipëri jetojmë, në këtë fshatin ton, të mirë, që po doli ambasada ka mbar fund. Ndërkohë, situata gjeopolitike me ndryshimet në Amerikë kanë bërë të ndryshojë jo vetëm qëndrimi i ambasadës amerikane. Keni parë ndonjëherë ju të dalë ambasada këtë kohë? Mirë, po, jeni sikletosur pak këto ditët e fundit nga çështja që ju ka dalë me lobimin $6 milion për shembull. Jo fare, ta sqaroj unë edhe çështjen patjetër. Po, ta sqaroj unë. Se nuk bëhet transparencë. Kush janë donatorët e kësaj shumë? Jo, po si jemi ka dalë personi. Ka dalë personi. Jo, ai është garantori. Garantori. Atëre, kjo nuk i takon fare njerëz Shqipërisë. Kjo është një marrëveshje, po se s'ka efekte. Kjo është një marrëveshje, por nuk ka efekte financiare në raport me sistemin juridik shqiptar. Përsa kohë që Partia Demokratike pranon një shërbim të bërë, të deklaruar sipas ligjeve amerikane dhe nëse ne do kishim gjëra për të fshehur, pse do ta deklaronim ne kontratën në fara? E para, e dyta, efektet nuk kanë filluar akoma financiare. Pse ne duhet themi 6 milion? Se ka krijuar kjo mbas 3 muajve, mbas 3 dritë hije, atëherë pse nuk dilni ta bëni transparente këtë kontratë? Po ku do ta bëjmë transparente? Sepse ne nuk kemi detyrim
ne kemi detyrimin të bëjmë transparent për gjërat që paguan Partia Demokratike. Sepse nëse do kemi vetëm 2 momente po flasun. Pra, lobimet që ka bërë qoftë Lulzim Basha, qoftë Edi Rama me Gonigalin. Dhe problemi i këtyre 2 lobimeve me Amerikën janë se janë bërë në mënyrë të fshehtë. Pra, Lulzim Basha nuk deklaroi 750.000 euro në fara, po ka deklaruar 25.000 euro nga Partia Demokratike. Po mirë, 6 milion dollara mund t'i japin vërtet patriotët, është një shumë e madhe. Po për 2 vjet pse mos japin 250.000 euro në muaj janë. Dhe nuk është unë po flas për standardet në Amerikë. Dhe ne nuk mund të themi sot, sepse kontrata mund të prishet mbas 6 muajve. Atëherë ne të gjithë mendojnë që ky lobim po bëhet për heqjen e non gratos. Pse nuk e pranoni këtë? Po nuk e pranojmë, sepse ne e kemi pranuar çdo gjë që kemi bërë, patjetër që doktori edhe ka deklaruar që unë do loboj, ashtu siç ka deklaruar dhe gjithë proceset gjyqësore që ka bërë. Jo, ai ka deklaruar do loboj pa para. Thash pra. Në fillim. Kjo është problemi dhe në asnjë pikë të kontratës e para, sepse ju e dini shumë mirë, hajde se po gënjemi ne, po nuk kanë asnjë lloj arsyeje që politikanë shumë të rëndësishëm në Amerikë, kompani shumë serioze lobuse, të fshehin fakte që nuk ka arsye për t'i fshehur, sepse në këndvështrimin tim, unë jam gati për këtë që po kalon Shqipëria në të gjithë këto vite, 6 milion, e disa pak më duken, 600 milion euro jam gati unë të paguaj nëse do ke mundësi, vetëm për të rrëzuar Edi Ramën. Problemi është që ky lobim kërkon çfarë prisni të arrini me këtë lobim? Atëherë, ky lobim kërkon të stabilizoj marrëdhëniet e prishura, sidomos 4 vitet e fundit, të Edi Ramës me njerëzit e Sorosit brenda ambasadës amerikane në shtëpinë e bardhë. Është shumë e rëndësishme. Pra, me të vërtet mendojmë ne që të Donald Trumpi tani e ka mendje se çfarë po ndodh në fshatin shqiptar? Pra ne duhet të lëvizim njerëzit që kanë mundësi të afrohen ke Donald Trumpi, të reagojnë, po patjetër edhe të lobojnë për heqjen e non gradës. Përsa kohë që në vitin e 4, me 19 maj, bëhen 4 vite nga shpallja e non gradës, ne nuk po shikojmë asnjë dokument. Janë senatorët ato, janë kongresmenët amerikan që i kanë kërkuar Blinkenit të sjellë një dokument. Dhe ndërkohë thuaj që edhe për non gradën. Jo, unë thash jam dakord. Po kontrata, unë jam dakord. Tash të paguan dhe më shumë, patjetër që po. Përsa kohë që një non grada nuk lidhet me fatin e Sali Berishës. Asgjë si kanë bërë Sali Berishës ato, as nuk kanë çfarë t'i bëjnë Sali Berishës. Problemi i asaj non grade e dashur, mbase unë e kam konceptimin e gabuar, lidhet me Shqipërinë, lidhet me goditjen e opozitës. Sepse nuk mund godasësh ti një ish kryeministër pas 13 viteve, ndërkohë që kryeministri aktual po bën skandale që nuk do të kalohen. Dhe kjo është e qartë, prandaj dhe unë kam besimin e zgjedhjeve të 11 majit. Nuk do ketë më ambasada amerikane që do të mbrojë Edi Ramën, nuk do të ketë më administratë ndërkombëtare që do të jetë. Nuk ka alternativë humbje. Ka vetëm një alternativë. Po nëse do humbisni, a do thoni që na i vodhi Edi Rama? Nuk ka, po them, ne nuk shohim alternativë humbje. Ka vetëm një alternativë. Ne fitojmë zgjedhjet, unë me qenë të flas për garancinë e mandatit tim. Unë nuk kam asnjë garanci, do e marr unë mandatin apo një mik apo mikesha ime. Por për numrin 1, unë të jap garanci maksimale që ne fitojmë zgjedhjet. Jam dakord. Ne jemi të gatshëm mbase edhe nëse jemi mbi 71, Zoti Berisha e ka deklaruar, jemi shumë të gatshëm që të futemi në koalicion edhe me parti të tjera, pavarësisht se mbase nuk e kemi interesin. Po ne do mi përgjigjesh kësaj pyetje që nëse humbisni, po e marrim në mënyrë hipotetike. A është koha pastaj që të bëhet një shkundje e madhe në Partinë Demokratike dhe në leadershipin e saj? Pse? Çfarë po bën gabim? Jo. Absolutisht nuk jam dakord. Po humbja nuk e detyron këtë gjë? Sepse Sali Berisha të ngriti Partinë Demokratike. Sali Berisha po mbush sheshet. Sali Berisha po 12 vite në opozitë do rini sërish akoma? Po s'është faji Sali Berishës. Kjo është gara e parë e Sali Berishës. Kjo është gara e parë dhe prap nuk janë, po ta marr
në konsiderat sikur jemi në kushte të barabarta. Prap nuk jemi në kushte të barabarta, se bojkotimi i zgjedhjeve të 2019-s ka krijuar këto probleme shumë të rënda, qoftë në pushtetin lokal, po qoftë dhe në administratën shtetërore. Po ju pse nuk ju bashkuat me këta të rinjt? Kush të rinjt? Pse do bashkohemi ne e hapëm partinë, i tham të gjithëve. Jo, pse nuk bët koalicion për 11 majin, them unë. Po nuk donin. A ja këtu prandaj them unë që këta të rinjt nuk pranuan dhe zoti Berisha i tha: jeni kundra meje, shumë mirë që jeni kundra meje, keni programin tuaj, do mbani programin tuaj, a jeni për të rrëzuar Edi Ramon? Hajdeni, bujrum. Nuk erdhen ato. Pra, Partia Demokratike vetëm 2 persona me i ka mbyllur derën. Lulzim Bashës dhe Enkeleda Libej. Po, këta të dy janë vjet kuqe, po e kemi dëgjuar këtë. Ndërkohë, Adriatik Lapajt i është bërë ftesë. I keni parë memet e kryeministrit që aludon se Lapaj dhe Berisha do të bashkohen pas 11 majit apo? Po dhe nëse bashkohen shumë mirë. Për mua është gjë shumë e mirë vetëm me produktin që të rrëzohet ky pushtet. Kaq. Dhe prandaj thash që ne jemi të hapur dhe kemi bërë thirrjen në mënyrë konsekuente. I kemi thënë, hajdeni, bashkohemi, nëse ju jeni gati për të rrëzuar Edi Ramon. Flitet lart e poshtë që Sali Berisha, kundrejt edhe këtij lobimit fuqishëm, po kërkon jo vetëm po tenton jo vetëm heqjen e nën gratës, por po bëhet gati për një vizitë në SBA. Janë këto thashë theme të pavërteta. Dhe nëse do dalin të vërteta, ku ka më mirë? Pse mos shkoj kryeministri i ardhshëm të shkoj dhe të ketë një vend dinjitos në takimin me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, që në fakt është ai që drejton botën. Pse keni qenë gjatë gjithë kësaj kohe edhe gjatë shumë ditëve, 333 ditë, kur Berisha ishte në arrest shtëpie, luftëtare, besnike, avokate, mbështetëse e pazakonte Berishës? Nëse do bëjmë një kthim koke pas, unë nuk kam pas asnjë lidhje me pushtetin e Berishës nga 2005 në 2013. Por, pas situatës në Teatrin Kombëtar, pra me qenë se unë u afrova si aktiviste, po, aty si u juriste, aktivizove, po, e vërtet. Dhe unë realisht as nuk e kisha ndërmend që të merresha me parti politike dhe unë nuk e dija kur që do vinte ky moment që unë do kandidoja edhe për deputete. Por, me 19 maj, nisur nga ai perceptim që unë kisha për ambasadën atë kohë, dhe unë fakt edhe thirrjen e kam bërë që me 17 maj 2020 kundra ambasadores, e cila në fakt ka mbajtur një qëndrim jo vetëm kundra interesave të Shqipërisë, por në këndvështrimin tim ka cënuar dhe vetë interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që mua personalisht shpallja non grata e zotit Berisha ishte një gur i zi për opozitën, për Partinë Demokratike, për pluralizmin, për demokracinë, dhe ky ishte ai momenti që me atë idealizmin tim, unë thash, unë do dal në krah të këtij personi, sepse kjo është luftë ndaj Shqipërisë. Dhe me 10 shtator që kam qenë në Rogner, në takimin e parë, dhe pastaj në të gjithë foltoret në Shqipëri, realisht unë e kam besuar që nëse ti do ecësh në rrugën e drejtë, sa do vranësira, shi, errësirë, drita do dali. Edhe koha e tregoj, mua më vjen mirë që kam zgjedh rrugën që deri tani na ka dhënë rezultat shumë të mirë, po nga ana tjetër kam qenë nga të parat, mbase më lejonte dhe statusi im që isha jashtë Partisë Demokratike, ku 25 ditë përpara shkarkimit ose përjashtimit të Berishës nga Lulzim Basha, unë bëra në fakt një status shumë të fortë kundra tij, sepse më çuditi që ai kishte gjithë verës që ne i kërkonin ndihmë për teatrin, nuk na kthente përgjigje, ndërkohë që më del me 15 gusht me jurikimin dhe priste të ardhurit nga Afganistani. Dhe me 15 gusht edhe unë bëra këtë statusin si ta thash, dhe ndërkohë disa miq të mi brenda PD-s reaguan në çik fort, më merrin telefon, thonin jo po ke të drejtë, po shumë i ke rënë.
E kuptoj. Me 10 shtator më kërkuan falje. Tani flasim pak për fushatën në Tiranë ku ti edhe kandidon. Ti faktikisht ty nuk të shpëton asgjë në terren. Je një denoncuese e rregullt, jo vetëm me fjalë, po e çon edhe në prokurori dosjen. Në Tiranë si po bëhet fushata nga kundërshtarët? Po bëhet në kushte të barabarta, po bëhet një fushatë e drejtë? Underground duam ne, ajo pjesa që nuk duket. Me thënë të drejtën, po të flas për pjesën e Tiranës, se unë kam 2. Keni bërë edhe një denoncim në Mosgaboj edhe për zonën e Vajçarit? Dhe jam nisur fillimisht nga denoncimi i pamfletit. Ka qenë, po, dosje e pamfletit. Po, përveç kësaj, mora edhe disa informacione gjatë, sepse unë jam e deleguar në zonën e Ndroqit, Vajçarit dhe të Pezës, jam dhe deleguar në zonën 8, këtu tek medreseja. Po, dosjen e pamfletit e morë dhe e ke depozituar në SPAK. Po, dhe para pak ditësh. Po, kam ngritur dhe disa shqetësime, të cilat mi kanë ngrit vetë banorët, dhe ajo që mua më bëri përshtypje nderuar në këtë zonë, ishin që shumica e njerëzve që denonconin, ishin njerëz që o kishin qenë kryetar grup seksionesh të Partisë Socialiste, ose vazhdonin të ishin pjesë e strukturave. Ata ishin shumë të zhgënjur, madje deri në mllefosje, për mënyrën se si janë lënë ato fshatra, për mënyrën se si kanë bërë miliona euro duke vjedhur Toni Gogu bashkë me të 3 administratorët, dhe për pos kësaj, ata kanë edhe kurajon e madhe që kishin tentuar të shkonin në përshpia, të fillonin sërish këto pazaret, jo po na jepni, po për vota, patjetër. Kështu që unë përveç se denoncova një rrugë që është pa rrugë, dhe nuk janë pak, janë 800 milion lekë të vjetra, është një shkollë e dashur që nuk ka as 4 nxënës, dhe aty prap 800.000 euro shkolla, dhe ishte gjoja investimi për një rezervuar 1.200.000 euro, për cilën unë informacionin t'i kisha që dhe këto depozitova, përveç atyre që mora nga denoncimi juaj, që jo vetëm që ishte një rezervuar pa ujë, pa aty ishte një investim betoni dhe asgjë tjetër, që më shumë se 5 milion lekë të vjetra nuk bënte. Dhe me këtë rast i kam kërkuar edhe SPAK-ut, jo vetëm të verifikoj mënyrën se si janë bërë këto tendera, si janë bërë situacioni dhe preventivi i punimeve, sepse nuk janë pak, janë 1.200.000 euro. Nëse këto lekë do ishin hedhur në rrugë, këto 2 kërkesa kishin e nderuar. E sigurojmë vetë jetën e, tha, ne nuk duam asgjë, ne duam rrugë dhe ujë për bujqësinë. Në 2025-ën, dhe Toni Gogun, për këtë arsye, e kanë përzënë dhe nuk kanë pranuar të bëjnë asnjë takim. Ndërkohë, për të mos folur pasaj për këto tenderat e rindërtimit, për cilët thash unë zanafillën e denoncimit e mora nga pamfleti, por kam shumë dëshmi dhe i kam kërku dhe SPAK-u të shkoj në gjithë të familje, që ose nuk i japin parat për rindërtimin sepse janë të djathtë, por dhe në shumë familje të tjera që i kanë thënë je fitus dhe nuk ja dorëzojnë, sepse i bëjnë presion çdo 2 vjet që voto PS-n që ne t'japim shtëpinë. Pastaj për të mos kaluar ka i skandali i pa precedent, pra njësoj skema PSD si në Bashkinë Tiranë, ku kryetari i njësisë bashkiake të Ndroqit i jepte tendrin vllajit të tij që e kishte hapur sapo filloi fushata e rindërtimit. Pra ka shumë shkelje të rënda, por nga ana tjetër unë e shikoj shumë pasiv veprimtarin e Partisë Socialiste, duke përfshirë edhe këto 2 zona që unë sapo fola. Si pasiv, pasiv. Pra unë gjatë ditës nuk shikoj lëvizje. Po si tani shpjegohet? Vetëm nëse ato punojnë. Sepse ata në fushat janë. Këtë thash, unë nuk mund t'jap konkluzione, thash vetëm nëse ato punojnë natën, nën rrogos, ose ato e kanë marrë vesh që janë të humbur
Dhe se ju denonconi shpesh që Partia Socialiste e bën fushatën në bashkëpunim me krimin. Për shembull, për qarkun e Tiranës, çfarë keni vënë re ju në këtë drejtim? Kjo pra është problemi që për momentin ne s'kemi asnjë informacion të tillë. Dhe ajo që unë ngrej pikë pyetje dhe e kam në formën e teorisë personale, është që mbase edhe vetë kandidatët e Partisë Socialiste e din që nuk do të fitojnë. Ose kanë garantuar fitoren, sikurse flitet. Jo, unë mendoj, mund tjetë edhe kjo, unë mendoj që ata e kanë të garantuar humbjen, dhe thonë është më mirë që ne të pranojmë humbjen në këto kushte, se sa me 12 maj të fillojnë dhe procesin penal, sepse ne e kemi deklaruar dhe vazhdojmë ta deklarojmë që çdo grup i strukturuar kriminal që do ndërhy në blerjen, vjedhjen, manipulimin e votave, do shpallet grup terrorist. Kështu që ato e kanë vetë në dorë, ose të bëjnë fushat dhe nëse fitojnë, le të vazhdojnë punën e tyre, por nëse mendojnë që mund të drejtohen netve në ditët e ardhshme, thash deri tani nuk kemi asnjë informacion, se për ndryshe unë se kam fare shkoj dhe deri tani, vetëm nëse pritet në ditët e fundit, por të mos harrojmë e nderuar që zgjedhjet e 2021-shit nuk u vodhën vetëm në rrogoz. U vodhën dhe me fondet që u kaluan në llogari bankare për tërmetin dhe u zgjodhën pikërisht 2021 për tërmetin e 2019-s. U falën kredi, u dhanë subvencione etj. Pra kishte mënyrë më moderne të blerjes së votës. Kështu që ata e din vetë, e din që janë të humbur, kështu që të paktën të mbrojnë veten në raport me ligjin dhe në raport me... Në SPAK kanë shkuar shumë kallëzime, bëri dhe një bilanc vetë SPAK-u në këtë drejtim, edhe pse nga 155 në mos gaboj vetëm 35 raste po hetohen. Tani, ju të Partisë Demokratike keni bërë shumë kallëzime edhe këto ditë në SPAK, edhe për shembull nga Dibra Gjemal Gjumshi ishte në SPAK, nga ana tjetër në takimin me ambasadorin e OSB-s Sord Bylykbashi bëri të njëjtat denoncime për krimet zgjedhore, Flamur Noka denoncon situatën në Elbasan, etj. Mos Partia Demokratike po i drejtohet vënies në zbatim të planit B, që do të thotë pas humbjes më 11 maj do të dokumentoj të gjitha krimet zgjedhore si vetmja formë, po themi për të justifikuar rezultatin? Jo, kjo nuk ka lidhje. Ne të gjitha këto do t'i dokumentojmë për t'i çuar përpara ligjit çdo kënd që mendon se mund të ndërhyjë në vendimarrjen e një qytetari. Denoncimet që ne në mënyrë vijuese i kemi bërë dhe do t'i bëjmë, patjetër, janë denoncime të cilat janë pranuar më së fundmi edhe nga vetë raporti OSB-Odirit. Çfarë tha? Përdorimi i administratës në fushat. Mirë, këto gjetje në raportin OSB-Odirit kanë qenë historikisht këtu, po ishin me gjuhë më të avancuar se në rastet e tjera. As në 2021 nuk ishin në këtë gjuhë. Pra ishin në mënyrë kategorike më të ashpra se herët e tjera, përpos kësaj ne kemi 4 rezoluta, një nga këto 4 rezolutat është firmosur dhe nga Partia Republikane që drejtohet nga Donald Trump, dhe në të gjitha këto rezoluta, një nga pikat kryesore i është vënë rëndësi mënyrës se si bashkëpunon pushteti me krimin e organizuar në raport me zgjedhjet, qofshin këto të përgjithshme, qofshin këto lokale. Këtë herë ka hyrë në sken SPAK për krimet zgjedhore. Keni pritshmëri? Jo. Pse? Sepse nuk ka ndryshuar asgjë që unë të besoj, nuk ka ndryshuar as kodi penal, nuk ka ndryshuar as struktura e SPAK-ut, dhe ngritja e një task force në këndvështrimin tim, unë e kam denoncuar dhe herë të tjera, është show i radhës që kërkon të bëj Altin Dumani, për të thënë që ne po luftojmë krimin zgjedhor, sepse krimi zgjedhor është i parashikuar me ligj dhe nuk ka çfarë të duhet task forca. Dosjet janë aty, ju thatë që nga 150
Unë e di 15 fare po e thonë. Po çrëndsi ka? 35 tha spaku, nuk e di tani nëse Mandje nuk ngul këmbë. Por unë në bilancin e spakut di që për 4 vitet e fundit ka hetuar vetëm 4% të dosjeve. Pra, e kuptoni çfarë bilanci negativ është për një pjesë nga më të rëndësishmet të akuzës. Tani nga opozita bëjnë edhe deklarata të forta të tipit Altin Dumani dhe Edi Rama kanë bërë marrëveshje dhe po ndihmojnë njëri tjetrin për të siguruar mandatet. Njëri të vazhdojë një tjetër mandat në krye të spakut dhe tjetri që do mandatin e 4 qeverisës. Se beson ti këtë? Po, pse mos ta besoj? Pse mos ta besoj? Sepse unë nuk do ta besoja këtë dhe do thoja jo. Po te prohet pak me akuza. Unë jam e detyruar ta besoj këtë, për sa kohë që spaku, po ti shikosh gjithë dosjet, shkon deri afër kryeministrisë dhe aty ndalon. Kështu që nga ana tjetër, ngre task forcën ai për po mirë, krimin zgjedhor. Ja. Kryeministër kur ka qenë pushtet, çfarëdo që ka ndodhur nuk është prekur, të qenit në pushtet. Tani ne po themi kush janë akuzat tona. Ta jep këtë. Tani apo punon Altin Dumani për një mandat 4? Po. Sepse ai quam në dosjen 184. Po është gati gjysma, se gjysmën e ka ky në burg. Është gjysma tjetër, që është jashtë, që duhet shkojë në burg dhe do shkojë në burg. Këto ta harrojnë se ne do t'i mbyllim dosjet. Le të bëj çfarë të doj Dumani. Dumani ka vetëm një shans. Edhe të gjithë ata, nëse me të vërtet janë përdorur, por nuk kanë kryer veprime kriminale, sa aty ka dhe prokuror, do t'i shikoni ju, në 12 maj e mëtej. Prokuror që kanë ndërhyrë në dosje, që kanë manipuluar prova, se unë jam shumë dakord, një gjyqtar, një prokuror mund të marrë dhe një vendim gabuar, se jo më kot ka shkalla gjykimi. Nga shkalla më ullët, shkon më lart, dhe shikohet ai vendim. Por të ndërhyjë gjyqtari dhe prokurori ke provat, është krim. Pra është më i vlefshëm ai Nureddin Dumani që tregon krimet që ka bërë, se sa Altin Dumani që paguhet për të luftuar krimin dhe korrupsionin. Ndërkohë, jo prandaj, këtu e ka shansin Altin Dumani. Po e ka shansin të tregoj që është përdorur nga mazhoranca, por është shumë korrekt në zbatimin e ligjit. Tani nëse Altin Dumani ndihmon Edi Ramën që të fitojë mandatin e 4 në qeveri, krimi ndihmon Edi Ramën siç ju denonconi për ditë, që Rama të fitojë mandatin e 4, atëherë si do fitoni ju? Po pse nuk të po del krimi këto ditë? Si nuk po del? Po nuk po ju del, e keni denoncuar edhe në Elbasan. Flamur Noka së fundmi. Segmentet caktuara, po ne nuk do ta lëm. Po kjo nuk do thotë që ne nuk do t'i fitojmë zgjedhjet. Ne do t'i denoncojmë. Ne do t'i çojmë dhe në SPAK, dhe ata përveç kësaj do shpallen dhe grupe terroriste. Ne nuk mund të mbyllim syt nga kjo që po ndodh. Po kjo nuk tregon që ne nuk do fitojmë zgjedhjet. Si e parashikoni rezultatin e Tiranës? Unë mendoj që Tirana bashkë me në këndvështrimin tim me 2 parti të vogla, shkon tek 20 mandate. Pra 18 merr Partia Demokratike me Aleancën, një mandat unë e llogaris për Agroshehajn, dhe një mandat tjetër në këndvështrimin tim e kam midis partisë të Tom Doshit dhe Arlind Qorrit. Tani po e nxirr ke grop fare. Po grop është PS-ja. Nëse keni informacion, ai vetë ka mbledhur në fshetësi dhe i ka thënë, nëse nuk doni me 12 maj të shkoni në burg, dilni, merrni vota se jemi me 67 mandate. Ai di vetë se sa ka. Jo, ai thot publikisht që nuk zbresim në 71. 71 është. Pse zbritja ai? Se ai tha 115. Pastaj tha 90, pastaj shkoi 84, se është i paqëndrueshëm. Unë e di që ai është i paqëndrueshëm se ka probleme psiqike. Por të paktën një politikan e mban një vijë, sepse kjo ul dhe perceptimin tek publiku jot se ne e dim kush është. Nga 115 që e filloi. Madje na thanë as 97 nuk keni marrë ai shumë. Tani, po gjithë këto parregullsi që po raportohen nga diaspora, kryesisht me votat e emigrantëve në Greqi kryesisht, shumë probleme. Ka prapa skena këtu se nga Partia Demokratike janë denoncuar për shembull. Mund të luhet me votën e diasporës? Tani ka. Çfarë tregojnë të gjitha këto ndodhi? Unë mendoj që një regjim që kërkon me çdo kusht të mbaj pushtetin,
mundohet ta manipuloj. Personalisht kam pas gjithmonë rezervat e mia dhe sidomos për mënyrën e votimit me post. Unë kam bërë mbandje edhe një kërkesë me një shoqat, që i kam kërkuar gjykatës kushtetuese, sepse pavarësisht se si shitet, vota e diasporës ka qenë gjithmonë e parashikuar me ligj. Por tani si duhet votoj diaspora? A do të votoj këtu, a do të votoj atje, a do të votoj me post? Ne i bëm një propozim, votimin me celular, do thuash është i manipulueshëm, çdo gjë është e manipulueshëm nëse do. Por është më e sigurt kur ti e ke votën e ruajtur në celularin tënd, se sa një flet që ti nuk e kontrollon dot. E para, e dyta, po të shkosh në një qendër vetimi, nuk guxon do të futesh në dhomën e votimit veti dytë apo veti tretë. Po, e vërtet. Ku e dim ne se si plotësohen këto flet? Pra minimalisht në këndvështrimin tim duhet ishte bërë garancia e kthimit të zarfit. Pra, erdhi zarfi tek juve, harxhon më shumë se 1 minutë në qendër votimi, sepse ti e ke ndarë mendjen kë do votosh. Po. Futesh brenda, voton, ja kthen prap zarfin postierit që ta solli dhe mbyllet cikli i votimit pa e kuvenduar me gjithë fisin e me gjithë shokët e me gjithë miqt dhe pa shkuar në ato raste, siç po ndodh në Greqi, për cilat ka denoncime. Unë ndrej në një pikë me thënë të drejtën, bashkohem edhe me zotin Celibashi, që thot çdo qytetar shqiptar që është qoftë në Greqi, qoftë në vendet e tjera, mos tankohen ke Partia Demokratike, me provën, dhe pastaj dhe ne, si Parti Demokratike, kemi të gjithë legitimitetin që ti themi Celibashit ka ardhur ky denoncim me provë. Sepse edhe mua më vin pa fund edhe që i thojnë hajde se ka ardhur zarfi dhe kur shkojnë atje nuk gjen zarfin, ose shkojnë për të marrë zarfin, nuk e kanë në postën më të afërt, po e kanë 2 orë larg, pra ka anomali nga më të ndryshmet. Dhe unë mendoj që ka ardhur momenti që të ketë një votë popullore. Dhe votën popullore nuk e manipulon dot. Do me thënë, manipulon një garë kur je afër me diferencat vogla. Votën popullore, mendoj unë, dhe të paktën nga takimi, unë kam bërë dhe disa takime me diasporën, shikoj një entuziazëm të jashtëzakonshëm, dhe këto gjërat vogla që ndodhin qoftë në Greqi më shumë flitet. Thash dhe një herë, duhen prova që ta vërtetojmë këtë gjë, po qoftë dhe në disa vende, disa parregullsi, për shumë një gazetar po dëgjoja unë që jetonte në Norvegji dhe kishte të njëjtin shqetësim për kthimin e zarfit, pra tha unë duhet të bëj 120 kilometra me rrugë që të çoj zarfin për ta kthyer pas dhe gjëra të tilla, por mendoj që në raport me atë masivitet që do ketë votimi 11 majit, këto gjëra nuk mund të luajnë rol dhe aq më shumë që vende si Italia dhe Greqia, ata që nuk janë regjistruar për shumë arsye, kanë marrë përsipër që të vinë të votojnë me 11 maj. Pse duhet votojnë qytetarët e Tiranës, Adriana Kalan, më 11 maj? Sepse unë gjatë gjithë kësaj periudhe, edhe pa mandat, kam mbajtur një qëndrim publik në mbrojtje të çdo qytetari që më ka kërkuar ndihmë, sidomos për protestuesët. Kam mbajtur një qëndrim publik në mbrojtje të interesit të Tiranës. Unë s'kisha asnjë interes personal me teatrin kombëtar. Unë çështjen e teatrit kombëtar edhe me shpenzimet e mia e kam çuar në Strasburg, sepse unë mendoj se këto janë kauza që nuk i shërbejnë vetëm në pikpamjen e formës Tiranës, po i shërbejnë dhe në përmbajtje. Pra nesër i tregohet disa pasardhësve tanë që është bërë një betejë e fortë për këtë. Dhe ky objekt mbas kaq viteve u rindërtua ashtu siç ishte dhe aty kush ishte. Ndërkohë që unë mendoj që vetë parlamenti duhet ketë një qasje tjetër. E para në raport me ligjin. Dhe kur them zbatueshmërinë e ligjit, njerëzit mund ta shikojnë si diçka klishe. Pse e them këtë? E them se ne nuk mund kërkojmë që qytetarët të zbatojnë ligjin, ndërkohë që një deputet, një ministër apo kryeministër e shkel më këmbë.
E dyta, unë nuk e imagjinoj dot se si një ministër apo deputet refuzon llogaridhënien. Se si një ministër apo deputet refuzon transparencën. Ndërkohë, unë sot i them të gjithë qytetarëve të Tiranës, të qarkut të Tiranës, që fillon nga Tirana në Rrogozhin, që nëse që nga viti 1990 deri më sot gjejnë 1 lek që unë kam abuzuar me taksat e tyre, me pronat publike, me pasurin publike, me parat publike, unë jam e gatshme të dorëhiqem. Pra unë këtë korreksi me ligjin, këtë korreksi me qytetarët, do ta kem dhe pas datës 11 maj. Pse mendon ti se duhet qytetarët këtë herë të besojnë dhe të votojnë opozitën, Partinë Demokratike ku ti bën pjesë? Për sa kohë ka shumë prej tyre që thonë këta janë establishmenti mbi 3 dekada. Pse duhet të besojmë sërish këta pasi janë provuar, konsumuar shumë herë? Atëherë pse duhet të besojmë? Ndoshta këtë radhë thonë të provojmë një herë të rinë për shembull. Ja, pse duhet ne të besojmë establishmentin Rama që ka në pushtet. Të gjithë këtu, Rama, Berisha, të gjithë këta. Po një pjesë e këtyre të vegjëlve janë leva të këtyre të mëdhenjve, të Partisë Socialiste, kështu që unë nuk i llogaris fare si fokus politik për të qenë kundra këtij pushteti. E vetmja parti dhe koalicion që ka dhe premisa, kush do fitoj 71 mandate? Do t'i fitoj Lapaj? Shabani? Panosoko? Kush? Agron Shehaj? Këto e thënë vetë, ne nuk jemi. Ai tha Agron Shehaj. Jo, prishmëritë kanë të larta ata. Po mund të kenë, unë them 71 mandate, unë them kush fiton 71 mandate dhe kush e ka shansin qoftë dhe në perceptimin publik. Po mirë, mund të bëhen faktor ata për formimin e qeverisë së re. Është tjetër gjë ajo. Është tjetër gjë ajo. Ekziston edhe ky shans. Po dakord, kjo është tjetër gjë. Tani, nëse këta thonë që ne duhet të heqim këtë pjesën e vjetër, hajde të bëjmë një llogari. Çfarë është bërë për 12 vite? Dhe çfarë ka bërë Sali Berisha për 8 vite, me gjithë gabimet që janë bërë, ose jam shumë kritike unë për çdo gjë gabim që është bërë në kohën e Berishës. Një nga gabimet për shembull është që në kohën e Berishës duhet ishte zgjidhur çështja e pronësisë. Dhe nuk heq dorë nga kjo, duke përfshirë dhe legalizimin, po duke përfshirë dhe parsin që ne duhet kishim në raport me pronarët. Dhe mua nuk më pëlqen fare që përdoret koncepti ish pronar. Jo, nuk ka ish pronar. Ka vetëm pronar. Ai që ka qenë pronar, ai vazhdon të jetë. Nuk ka ish. Ish është kur ti nuk e ke më pronë, nuk e ke shitur. Pra je zhveshur nga të drejtat e posedimit të pronësisë. Ka vetëm pronar. Kjo për shembull është një nga ato gjëra që Partia Demokratike duhet ta bënte. Por Partia Demokratike çfarë bën? Duke parë këto gabime që janë bërë në këto 8 vite, me gjithë sukseset e jashtëzakonshme, ka bërë një program për cilën ne e sfidojmë, si dojmë dhe publikun. Ne i themi brenda 100 ditëve, ne do të kemi ndryshime rrënjësore në jetesën e tyre. Sepse nëse dikush sot merr 34.000 lekë, nesër do marri minimalisht 200.000 lekë. Është një ndryshim jo i jashtëzakonshëm, po është shumë i mirë si fillim. Dhe të gjitha këto që lidhen me paketën e ndihmëshurisë dhe të ndihmës do bëhen për 100 ditë. Ne këtë i themi njerëzve, nuk i bëm. Le të mbushin sheshin, ta rrëzojnë Partinë Demokratike, patjetër. Jam unë e para që do dal kundra partisë time, nëse nuk mban premtimet e bëra. Sepse duhet japësh besim publikut që ti ke një program shumë të mirë, ke një program që shkon për interesat e qytetarëve, por ti do ta zbatosh të program. Sepse përballë teje, fatmirësisht, ke një njeri që në 12 vite jo vetëm s'ka bërë asgjë, po ka shkatruar Shqipërinë. Emigracioni shqiptar është më shumë se në vendet ku ka luftë. Vetëm në këtë kontekst ata të diasporës duhet ta ndëshkojnë. Se ishte ky që i përzuri. Mirë, po një gjë është e sigurt që nëse fitoni pas 11 majit nuk do t'i vësh tritolin kullave të Tiranës, a? Po. A do e mbash këtë premtim? Po. Çdo kull që është bërë me parat pista,
që është ndërtuar mbi një aset historik të identitetit dhe trashëgimisë së Tiranës, patjetër që po. Dhe do ta filloj me çfarë kulle? Do ta filloj me atë kullën që ka mostrën e fytyrës së Edi Ramës. Me Skënderbeun thua. Ai nuk është Skënderbeu. Tani kështu thuhet. E thot ai sepse ai nga që shkatroi çdo gjë, një njeri që është i dështuar si artist, si sportist, dështoi tashmë edhe si kryeministër, e vetmja gjë që do të lërë pas, kujton se do të lëri fytyrën e tij në atë kull të shëmtuar, që shëmton gjithë Tiranën, dhe unë fakt për këtë i kam bërë sfidë edhe Altin Dumanit. I kam thënë tërhiqem nga të gjitha akuzat që kam bërë, edhe për kullat, edhe për Altin Dumanin. Mos të lodhet fare, shkoj e marrë dhe unë me makinë, mbase s'ka makinë me çat lëvizi. Vetëm në atë perimetrin që rrethojnë Bashkinë e Tiranës. Të bëhet një auditim i këtyre kullave. Sepse nuk e thot Adriana, nuk e thot as Partia Demokratike. Institucionet ndërkombëtare thonë që 60% e investimit në kulla janë para të pista. Dhe këto para janë që kanë çuar çmimin për metër katror aty 5.000 euro, që nuk e blëm dot as unë as ti një hyrje, dhe nga ana tjetër janë këto para që blen dhe sjellje. Këtu fillon se shkon zinxhir çdo gjë. Pra, këto thënë se e kujtojnë konceptin e tritolit si diçka të dëmshme. Jo, më e thot ligji. Më fal, e prish dot me fadroma atë? A do përdorësh C4? Dhe duke ja vënë të gjithë dëmin siç e ka dhe ligji, sepse e para është ndërtim pa leje, nëse është ndërtuar në kundërshtim me ligjin, duhet shkojë dhe në burg ai ndërtuesi. As nuk e njeh fare dhe as nuk kam asnjë lloj interesi. Këto kujtojnë se kam frikun, po, edhe kulla e Zamirmanes, edhe kulla e Shefqet Kastradit, këdo emër oligarku të përmend. Shkëlqim Fusha, Armand Lilo, këdo, le t'i gëzojnë dhe kam respektin më të madh për çdo biznesmen. Ama ai që ka abuzuar do të përgjigjet para ligjit. Unë falenderoj shumë që të kisha në studio, kemi mbritur në fund. Me siguri që do të kemi të tjera hapësira pas zgjedhjeve. Të uroj suksese në fushat. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi dhe për mua. Faleminderit nderuar miq, pa shoqëri kthehet sërish me të tjerë të ftuar.